والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojmë dhe lusim Allahun xhelleshanu të na mëson hajrin, të na mëson të dobishmen, pastaj të na sjell dobi nga ajo dhe lusim Allahun xhelleshanu të na shton ilmin. Vëllezër, vazhdojmë me shpjegimin e librit Aqidja at-Tahawiyya, pjesat e cila kemi arritur është shumë më rëndësi dhe është mirë me mbajtur mend disa pika për arsye se bën fjalë për el-hidayetu wad-dalal, udhëzimi dhe devijimi. Kemi arritur te kjo pika, si ne ehli sunneti e kuptojmë udhëzimin e Allahut të xhelleshanuhu, në sa pika, në sa pjesë ndahet udhëzimi që Allahu xhelleshanuhu e ka radhitur në Kur'an dhe e ka përmendur. Po ashtu edhe ed-dalal i thon devijimit, kur dikush devion nga rruga e vërtet. Hidayeti është gjoja më e madhe, udhëzimi është gjoja më e madhe, e cila ka vlerë edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Prandaj Allahu xhelleshanuhu nuk e bëri këtë që në çdo rekat që e falim ne, pa marr parasysh qoftë farz apo sunnet, qoftë vajib, qoftë mustahab, përshëndetjet namazit, nuk i çajre pa e lexuar surën El-Fatiha. Dhe ati gjithmonë e thon ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alehim deri në fund. Parasysh se udhëzimi është gjoja më e mirë. Sa që prej duave që besimtarët ditën e gjykimit në xhenet çka do të thonë? Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Prej falënderimeve, dhikri besimtarëve ditën e gjykimit çka në xhenet bile te stacioni i fundit kush do të jetë? Wa qalu alhamdulillah. Dhe do thonë alhamdulillah për çka? Alladhi hadana li hadha. Ai i cili na udhëzoi te kush? Te rruga e drejtë, te siratul mustaqim. E si ashtu, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. E ne kur nuk do të udhëzoheshim vet, sikur Allahu subhanahu wa ta'ala çka mos na udhëzonte në siratul mustaqim. Ne ehli sunneti dhe xhamati thon udhëzimi është në dorën e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe devijimi është në dorën e Allahut xhelleshanu. Vëllezër, kam nxjerrë këtu një tregim shumë interesant. Omeri radiallahu ta'ala anhu kur ishte khalife, erdhi ta vizitonte Shamin. Kur erdhi në Damask edhe priti një kohë. Për arsye se në Sham, edhe pse Damasku është pjesë e Shamit, por ishte përhap në Palestinë, ishte përhap një smundje, në gjithse edhe Omeri u ndal atij. Pastaj morën vesh gjithë njerëzit se ka ardhur prisi i muslimanëve, Emirul Mu'minin, khalifja i muslimanëve, erdhan ati dhe do krishter. Një prej atyre e kish emrin Gjathlik, ishte si i përfaqëson të krishterët në Damask. Erdhi ai ta ndëgjonte fjalimin e Omerit radiallahu ta'ala anhu dhe Omeri e dinte që kjo prisi atire. Edhe filloi Omeri me fjalimin radiallahu ta'ala anhu në Damask. Edhe filloi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. E kra Omeri këto dhe përkthisi e përkthente në gjuhën siriane, në gjuhën hebreje. E ki Gjathlik ishte përfaqësuesi i krishterëve. E ndëgjoj ki këtë fjalë dhe diçish nuk i pëlqej. E lëvizjat këmishën e tij dhe më thonë që çka janë këto fjalë. Omeri e hetoj, e tha, çka po thot ki, çka don ki armiku i Allahit kështu? Më thonë, faleminderoj Allahu ki reagon kështu. Edhe Omeri tentoj se ki tha di fjalë, berkeset një fjalë. Omeri tha përkthisi ç'ta du më përkthi. Tha leja Omirul Mu'minin, jo tha du më përkthi këtë fjalë. Edhe kur ja përkthej Omeri këtë fjalë, ai tha
Allahu Azza wa Jall udhëzon dhe nuk çon dalalet. Ki krishteri. Allahu udhëzon dhe nuk çon dalalet. Omeri radiallahu ta'ala më shqyqoni veç tha, kedhebte ja adu Allah. Porejnë tha armiku Allahut. Allahu inna Allah Azza wa Jall huwa alladhi adallak wa huwa alladhi yudkhiluka an-nar insha Allah. Allahu është ai alladhi khalaqak. Allahu është ka kriju ti dhe Allahu të çon në dalalet dhe Allahu ka me të futë në xhenem nëse ai dëshiron. Që këtu tash kuptojmë vëllezër ne diçka se këtu është çështja e tauhidit. Ne nuk mundet tauhidin me ndryshu se pas ka ardhur dikush vëlla. Ne mundet të çështja tjera mundet pak me zbut. Që na lejohet, ama kur vjen puna te tauhidi, Allahu thotë që ai udhëzon cilën don, yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allahu udhëzon cilën dëshiron dhe cilën don Allahu e çon në humbje. E ti tash me e laku se pas ka ardhur ti krishteri nuk u bën kështu se po na keshin ose ku ta diun. Omeri radiallahu ta'ala anha tha Allahu të ka kriju ti. Allahu të shon në dalalet dhe pasaj nëse dëshiron ka me të fut në xhehenem. Edhe ja përkthin ato këti krishterit ja përkthin këtë fjalën që Allahu xhelleshanu udhëzon, Allahu xhelleshanu çon në humbje cilën don dhe Allahu xhelleshanu e dënon cilën don dhe ja falën kujt të don ai subhanahu wa taala. Ne tash tonë subhanallahu si mundet kështu, duhet vëzë pikë pari me ditë udhëzimi në sa pjesë ndahet. Kush janë llojet e udhëzimit? Kur i dim në llojet e udhëzimit, atëherë na bëhet çdo gjë e qartë. E para është udhëzimi i përgjithshëm. E kemi në Islam udhëzimi i përgjithshëm. Bani mend të thon el hidayetul am. Udhëzimi i përgjithshëm. Është që Allahu xhelleshanu çdo krijesë që e ka kriju, e ka udhëzu që ajo krijesë ta ndjekë atë programin e Allahu xhelleshanu. Prandaj shikojmë në kafshët. Ajo nuk ka mend, nuk ka logjik, ama dhe ajo e din programin e vet. Shkon te nona e saj, pin qumsh, nona e pret, duron, bën durim, çashtu edhe fëmiu. Lind nuk din asgjë. Me njëherë shkon te gjoksi nanës edhe fillon çka me thith xhinin e saj dhe me pi qumsh. Kjo është udhëzimi i përgjithshëm i Allahut subhanahu wa taala. Alladhi khalaqa thumma hada. Alladhi khalaqa khalqahu thumma hada subhanahu wa taala. Allahu xhelleshanu është ai i cili e krijoi krijesën e tij, pastaj e udhëzoi ai subhanalladhi khalaqa fasawwa. Allahu të krijoi edhe pastaj e përsosi çdo krijesë. Pastaj thot Allahu walladhi qaddara fahada. Dhe Allahu të caktoi dhe udhëzoi çdo krijesë. Kiç kush është udhëzimi i përgjithshëm. Tu hin çdo krijesë e Allahut subhanahu wa taala. Ai shihni bubrecat si e din ato rrugën e tyre, si cili merr. Ai shihni bletat komplet i ka kush i ka udhëzu Allahu subhanahu wa taala. Çdo krijesë është botë në vete, i ka rregullat e saj. Kush e ka mësuar këto? Kush e ka udhëzu? Allahu xhelleshanu. Pastaj vëllezër vjen udhëzimi i ditë, i thon hidayatul bayani wal irshad wad dalala. Që tash Allahu subhanahu wa taala. Allahu xhelleshanu njerëzit që i krijoi, pastaj çka ju dërgoi profet. Thot Allahu në Kur'an: "Wa amma thamud fahadaynahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda." Allah thot edhe themudët ne i udhëzum çka? Ja u shpjeguam edhe atyre. Ja u shpjeguam rrugën e vërtet, ju dërguam profet, ju dërguam libra. Kjo i thon është udhëzimi i sqarimit, udhëzimi i shpjegimit. Allahu nuk kalon asnjë, domethënë njerëzit që i ka urdhëruar me ndjek rrugën e vërtet. Ja u ka bos i ka sqaruar Allahu xheleshanu. Ja u ka treguar qartë se kjo është rruga e vërtet. Pastaj Allahu ja u ka bot qartë edhe rrugën e gabuar. Shikoni, këtë rrugë mos e ndiqni, se nëse e ndiqni këtë rrugë, e atëherë Allahu subhanahu wa taala çka u lehtëson dhe ja mundson atyre ta ndjekin rrugën e devijuar. Ama në fillim kësaj thon çka? Hidayatul bayan wal irshad. Udhëzimi i sqarimit, udhëzimi i shpjegimit. Allahu nuk i ka hinë ndërhak askujt prej njerëzve. Gjithëve ka botë të qartë. Prandaj thot Allahu xheleshanu: "Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn." Thot për njeriu, a nuk e krijuam atë disi, ja dham gjuhën, i dham dibuza, wa hadaynahu an-najdayn. Dhe edhe udhëzum, wa ja bom atë të qartë të di rrugët, edhe rrugën e vërtet, edhe rrugën e gabuar. Kësaj kush është kjo? Hidayatul bayan. E Allahu ta shikoni vëllezër, e shikon krijesën e tij. Kush ka dot anone? Kjo është udhëzimi
i Allahut që është udhëzimi i shpjegimit, udhëzimi i sqarimit, edhe udhëzimi që Allahu ja bën bejan, ja bën të qartë të di grupeve. E Allahu e shikon robët e tij, edhe pse e din mirë. Tash Allahu e shikon që ki rob dhe ai i pëlqen rruga e drejtë, siratul mustaqim. E çka bën Allahu xheleshanu, tash vjen kush? Udhëzimi i tretë, thon hidayatu tawfiq wa tathbit. Udhëzimi i suksesit dhe i përqendrimit. E Allahu xheleshanu kur e pa se çe këto prej njerëzve e don hakun, çka e boni? Ju dha sukses. U azgjeroj gjoksin subhanahu wa ta'ala. Ai grupi tjetër që nuk e pranoi hakun, çka boni Allahu xheleshanu? I çoi ke humbja. Të më thonë ata nuk e pranon hakun. E Allahu xheleshanu çka? I humbi ato, pse ata nuk e deshin hakun. Allahu e pa se kush don ta përqafon të vërtetën. Kush e ndjek mësimet e Kuranit, kush i ndjek mësimet e atij profetit, Allahu i tha, ki e meriton hidayatu tawfiq, ki e meriton udhëzimin, cilën? Udhëzimin e suksesit. Që Allahu xheleshanu çka i tha pejgamberit alayhis salam, kur u përpoq Muhamedi alayhis salam te migja e tij Ebu Talibi, zbriti një ajet, mas i vdiq Ebu Talibi mushrik, atëherë Allahu xheleshanu i tha pejgamberit alayhis salam, u mërzit Muhamedi alayhis salam, u mërzit shumë. E Allahu çka i tha? Inneke la tahdi man ahbabt. Atë udhëzimin e tawfiqit, udhëzimin e suksesit është në dorën teme. Kjo është ajo e treta. Allahu xheleshanu edhe Abu Talibit ja mundsoi atë ditën. Sa pejgamberi se ja o miq tha, veç thuj la ilaha illallah. Vetëm thuj la ilaha illallah, unë me këtë fjalë do të ndërmjetësoj, kim një argument kur dal para Allahut xheleshanu. Vetëm këto e kërkonte. Ki kush ishte udhëzimi i shpjegimit, udhëzimi i sqarimit. Ktu Ebu Talibi nuk e hapi gjoksin e tij. Nuk deshi ta pranonte. E deshi devijimin e Allahu xheleshanu ja dha. E për atëre zbriti Allahu këta jetë, inneke la tehdi men ahbeb, ti nuk mund të udhëzojës atë që ti lëndon ti. Shqitoni vlezër, ki udhëzimi i tret, i thonë, udhëzimi i suksesit. Kjo është në dorën e Allahut, nuk është asë në dorën e asë një profetit. Këtu Allahu xheleshanu, kujt don ja zgjeron gjoksin, e afron fejen e ti, edhe pastaj ja forcon zemrën këtë rrugë. Ama kjo është udhëzimi kush? Udhëzimi i tretë. Njerëzit ku e apin dhe ku se apin provimin? Te udhëzimi ditë, te udhëzimi i sqarimit, te udhëzimi i tregimit, te udhëzimi i profetëve, udhëzimi i thirrësve në rrugën e Allahut. Muhamedi alayhis salam ai u bonte thirrje vetëm Ebu Bekrit, Omerit e këtyre tjerëve, ai bonte edhe Ebu Lehebit, edhe Ebu Jehlit, edhe Utbes, edhe Shejbes, edhe Umej ibn Khalaf, Ubej ibn Khalaf, gjithë ju bonte pejgamberi alayhis salam thirrje. Po njerëzit tundan, këto e zgjoruan gjoksin, tire ju pëlqej rruga Allahut subhanahu wa taala, këto e zgjodhën të vërtetën e Allahut tash, tha une ti e kreve misionin ton, ti njerëzve ja u përcjellë mesazhin tim. Këtë tjetrën tash, kujt cilën do ta godas unen me nurin, me dritën teme në zemër, ajo është në dorën e Allahut. Kjo e treta nuk ka qenë as në dorën e Muhamedit alayhis salam. Udhëzimi i suksesit, udhëzimi i forcimit. Prandaj sikur t'ishte kjo dhe në dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka do të bënte Muhamedi alayhis salam? Pikë spari këto, me këtë do ta goditte migjen e tij Abu Talibin. Sa kish qef pejgamberi alayhis salam. Bile edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu kish qef që Abu Talibi ta pranonte Islamin. Sa që kur e pranoi Abbasi, migja i Muhamedit alayhis salam, kur e pranoi Islamin, çka tha Omeri? Wallahi, unë sot jam gëzu që Abbasi e pranoi Islamin ma shumë se sa ta pranonte baba jem Khattabi Islamin, unë jam gëzu sot. Dhe më thonë, sikur Omerit ti thonë të dikush kush dëshiron të pranon Islamin, a baba jot Khattabi, a Abbasi migja i Muhamedit alayhis salam, Omeri do ta zgjidhte migjen e Muhamedit. Pse? Vetëm thot për t'ju kënaqur shpirti dhe zemra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se kur e pranoi Islamin migja i Muhamedit alayhis salam Abbasi, Omeri tha unë sot jam gëzu më shumë se sa sikur ta pranonte baba jem Khattabi Islamin, unë sot jam gëzu më shumë. Edhe pse Omeri dëshironte që edhe baba i tij ta pranonte Islamin, po sikur t'ishte njëri prej këtyre të dive, kush dëshiron ta pranonte Islamin, Omeri valla do ta zgjidhte që Abbasi ta pranonte Islamin. Vetëm që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të kënaqet, të bëhet qefi, qetësohet se i shkojnë një miq, për shembull Abu Talibi që e mbronte Muhamedit alayhis salam vdiç mushrik, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mundi që udhëzimin çka
ta gjune të zemra e miqës ti, apo ta qëllone zemrën e Abu Talibit me udhëzim. E prandaj Allahu i tha inneke la tehdi men ahbabt. Te jo Muhammed së në udhëzosh atë cilën ti dëshiron. Walakin Allah yahdi men yasha. Allahu e udhëzon atë që dëshiron. Te çështja e udhëzimit vëllezër është një tregim që tash mu kujtu. E ka pas emrin një prej mushrikëve, ki ka bo rukje të njerëzit. Me kudi ka pas një ritual, ka bo rukje. Dhimam ibn Tha'laba Azdi e ka pas emrin. Dhimam ibn Tha'laba al-Azdi. Kur ka marrë veshkin Mekke, se ka dalë Muhamedi a.s. dhe njerëzit prej atyre iftirajave që janë gjitën pejgamberit a.s. Hajtë tregoni, çfarë iftiraje i thanë? Ti je? Çka? Rëndës, pastaj? Magjistar, poet, pastaj? Falgjor, edhe njo? I qmendër, me gjnun i thanë, e ki ndëgjoj, edhe jetë Muhamedit a.s. tha, une erdha këtu dhe unë bëj rukja. Edhe ndëgjova se të thonë me gjnun, hec me një qoshë me të bo rukje, edhe ndoshta Allahu të shëron, Muhamedi a.s. tha, shkojmë, u afron me një qoshë, pejgamberi a.s. tha, para se me më bo rukja, ndëgjon me thonë diçka, tha po, inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Vetëm çka. Ki hatër Allahin përsërit edhe një herë. Filloi Muhamedi alayhis salam edhe innal hamdalillah nahmadu deri këtu. Edhe një herë përsërit më. Ja përsëriti Muhamedi alayhis salam 3 herë tha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Erti bone pejgamberit a.s. rukja Muhamedi a.s. me disa fjalë. I tha lem mu para. Lem mund të thom disa fjalë, tha urdhno thuj. Kur i tha pejgamberi a.s. këto fjalë, e pranoi Islamin dhe erdhi te mushrikët, tha vallahi, çato fjalë që i kom dëgju unë prej Muhamedit, kur nuk i kom dëgju. I njoh poeziat, i njoh fjalët e arabëve, i di fjalët e urta të atyre. Edhe me rukja unë mirëm, më thonë ja rukja që i ka këndu Kur'an. Po ka përdor do fjalë sipas xahiletit, ka bo diçka shirkijate, edhe njerëzit dikush prej shprese, dikush prej umuti që ashtu gjëja se u ka shëruki, e ka bo atë vetën, tash kush u ka shëru, prap me ndihmën e Allahu xheleshan, por kitë njëjtën t'ja bon edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjoni vëllezër fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto në hutbe i thon hutbetul haje. Do thon hutben që e ka filluar Muhamedi alaihi salam innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, pastaj e thënë disa wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru, disa është edhe wa nastahdi. Ma mirë është me elona të ku e kalon pejgamberi alayhis. Kjo wa nastahdi nuk ka kuptim i keq, dhe kërkojmë prej Allahut që të na udhëzon. Por këto janë hutbetul haje, të duhet më i thon ashtu si ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot Abdullah ibn Mas'udi, Muhamedi alayhis salam këtë hutbën e haxhes na mësonte neve, sicilit prej nesh ja mësonte që ai me i ditë këto fjalë. E që pejgamberi alayhis salam ku erdhën te fjala men yahdillahu fala mudilla la. Atë që e udhëzon Allahu xheleshanu nuk ka më kush ta devion. Pse? Se kjo është udhëzimi i tretë, udhëzimi i suksesit dhe udhëzimi i forcimit. Nëse Allahu dikon e gjun me udhëzim, nuk mundet më dikush me e deviju. Nuk mundet më dikush me e deviju. Por edhe Allahu xheleshanu ati që ja përfundon me devijim, nuk mundet më kush me udhëzu. U përpoq Muhamedi alayhis salam me udhëzu miqën e tij Abu Talibin, nuk kishte mundësi. Se Allahu xheleshanu ato e gjujti me dalalet në zemrën e tij. Pse? Ato e zgjotha në fillim. Kur i erdhi ati shanca, kur i erdhi sqarimi Muhamedit alayhis salam, e vazhdimisht pejgamberi alayhis salam përpiqeshte, ai e refuzoi. E kur refuzoi, Allahu xheleshanu e vulosi mo zemrën e tij. Prandaj i tha pejgamberit alayhis salam, ti nuk mund ta udhëzosh atë që dëshiron ti, por Allahu e udhëzon atë që don ai subhanahu wa taala. Prandaj thot Allahu xheleshanu, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Kia jetë shumë interesante dhe shumë i mirë thot. Allahu thot sikur ato ta veprojnë atë që ne i këshillojnë. Shumë herë njerëzit edhe te puna e duas e bën një dua që e ka përmend Muhamedi alayhis salam, mbrenda atë i shtin dhe do fjalë që s'jon pejgamberit alayhis salam. Ne nuk themi se ato kanë kuptim të keq, por nëse e zbaton një hadith Muhamedit alayhis salam, në lutje apo në dua që e ka bëu pejgamberi alayhis salam, përdore ato.
Nëse do më fjalë tuja, shtoj ato pastaj. Mos i fut ato të fjalët e pejgamberit apo të fjalët e Allahut subhanahu wa taala dhe me e përzi. E thot Allahu, sikur ato të veprojnë njerëzit, besimtarët, vetëm atë që Allahu i ka këshilluar, le kana khayran lahum. Kjo do të ishte më e mirë për ato, wa ashadda tathbita, dhe ato do të ishin më të përqendruar në rrugën e Allahut xheleshanu. Thot Allahu, wa idhan la ataynahum min ladunna ajran azima wa la hadaynahum siratan mustaqima. Nëse ato e veprojnë, edhe ne vëllezër, nëse i veprojnë porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është sunet. Mos thuj to me e bo a prishën punë diçka. A e ka vepruar Muhamedi alayhis salam? Nuk e ka vepruar pejgamberi alayhis salatu wasallam. Prandaj sot njerëzit kur vin diçka ashtu po ja shpjegojnë tjerëve kuse ne jena sprovu me to. Për shembull, nëse flasim për Krishtlindjen, përpiqet dikush me bo ijtihad, po ka qenë Krishtlindja dhe kohën e pejgamberit alayhis salam. Ka pas Muhamedi alayhis salam edhe krishterë në Medinë. Ka pas edhe qifut Muhamedi alayhis salam. Kohën e Abu Bekrit, kohën e Omerit, khilafetet e Movit, edhe ato kanë pas krishterë. Nuk ka kjo mesele e re për ne thonë vallahi çka do të bëjmë ne, se tash ka ndryshuar koha. Jo. Vajnahtën ka qenë edhe atëherë, Krishtlindja ka qenë edhe atëherë. Muslimanët më kanë gjek faktikisht Islamin. Isra dhe Mi'raj, sa Isra dhe Mi'raj kanë kaluar kohën e Muhamedit alayhis salam, 10 apo 11. Kohën e Abu Bekrit, kohën e Omerit, kohën e Uthmanit. A dim ne që ato ja kanë urunë në qëtit taj përhajrë në ata Isra dhe Mi'rajit, përhajrë në ata Isra dhe Mi'rajit, qka me bosata, me falë dire qatë namaz, nuk jemi një të parët që në vit për viti vjen në ata Isra dhe Mi'rajit, edhe në atë ko, nuk kena ne dhe një burim, nuk kemi ne diçka prej atire që ja qka kanë vepru sahabet në atë ko kur ka ardhë Isra dhe Mi'raj, jënë bledhë në gjami, kanë festu, kanë falë, ka dire qatë namaz, jo vëzër. Të janë çështje, prandaj Allahu thot, sikur ato ti përmbahen asaj që Allahu i ka këshilluar, sikur ne ti përmbahen as sunetit Muhamedit alayhis salam. Kjo më e mira për zemrën tonë, për imanin tonë. E Allahu thot, ne atëherë do t'i udhëzojmë çka? Edhe në rrugën e drejtë, siratul mustaqim. Pra ne nuk ka ndonjë vepër që të çon edhe të përmban që të jesh në siratul mustaqim, më mirë se fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit alayhis salam. Nda ka mbet vëzër pa shpjeguar edhe kush, edhe kur udhëzimi i katërt. A besoni se ki udhëzimi i katërt vëllezër është udhëzimi në ditën e gjykimit në xhenet. Ti tash kur dëgjon për xhenetin, ne ardu as-samawati wal ard, gjersira e xhenetit është sa gjersira e qiellrave dhe e tokës. Sa është gjersira e qiellrave dhe tokës? Ti thuhet vallahi që për shembull kush ka qenë në Mina, vallahi ki e numrin e ki e gjitha, por çdo herë kur vjen i gjun gurët, kthehesh te shatori jot, problemi i madh është sunë gjojsh. Edhe Mina është e madhe, po. Hamon krahasim me xhenetin. Edhe tash subhanallahu e ki edhe te hendi, tamam ta tregon. Edhe 100 metra edhe për shembull, jo vetëm mu për kësaj radhe kur ishim në hax, si cilit për atje kur u ka kthej, sidomos ditën e 10, si thon gjujtja e gurve, Jamratul Aqaba, ditën e 10 që gjuan. Kur jemi kthej në pasi e krin edhe haxhin atë ditë, edhe kthehesh në Mina, wallahi si cilit jo ndash 3-4 orë derisa ka ardhur te shatori. Ama te hendi e ki e thot, edhe 10 metra do të shkosh gjatë. 10 metra kur dihet se ta çit edhe 500 metra të tjera. E Allahu xheleshanu shiçet çka thot kur të hin xhenet thot, innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtiha al-anhar fi jannatin na'im. Thot Allahu, ata të cilët kanë besu dhe kanë bërë vepra të mira, Zoti i tyre ka me i udhëzu ato nëpërmjet imanit që e kanë pas ato në dinjo. Tajri min tahtiha al-anhar fi jannatin na'im. Nëpërmjet imanit, besimit, veprave të mira, thot Allahu që besimtarët i kanë bërë në dinjo, Allahu ka me ja bo atë nur drejt me hite vendbanimet e tyre në xhenet. Ki çka i thon është, ki i thon hidayatu yawmil qiyamah. Udhëzimi në ditën e, domethënë në botën tjetër. Allahu të zon ta tregon ti thotë shiqo. A e sheh kjo gjithë është e jotja. Sa të hecish halama shumë është e jotja. Kjo gjithë, më thonë Allahu subhanahu wa taala veprat e mira ja tregon dhe askush nuk mundet atje me hite te xheneti i dikujt tjetër. Më thonë faktikisht vizita gjë e tjera, ama me e konsideru që kjo është vendbanimi jem, sikush e ka xhenetin e vet. Më thonë Allahu xheleshanu e bën që udhëzimi që e ka pas king dinjo, që e ka djeg siratul mustaqim, ai udhëzim tjetë deri edhe kur të hinë në xhenet. Sa herë na shkon mendja në xhenet, po supon a dëgjoj për un vendin tim,
pallatet e mia, dhe ke vështirësi derisa shkoje që vallahi më shpejt do ta gjosh vendin tonë në xhenet se sa që tash e gje banesën ku shkon. Disa herë të shpia jote të shku haron, veç të kthesh në gjajth, e kalova atë rrugë, do të kthesh të atje, në xhenet nuk e haron. Edhe një herë e kena udhëzimi i përgjithshëm, udhëzimi i gjithë krijesës Allahut. Allahu e krijesën që e ka kriju, i ka udhëzu insektet e tij, si të punojnë, si të ushqehen, si të zhvillohen e kështu me radhë. Pastaj çka është udhëzimi i sqarimit. Allahu gjithë popujt ju ka dërguar profet. Ato kanë kriju mesazhin e Allahut, pastaj kanë pas thirrsa, edhe ato e krijnë. Kjo është udhëzimi i sqarimit, udhëzimi i tregimit të rrugës drejt. Pastaj vjen udhëzimi i suksesit dhe i qëndrimit në rrugën e vërtet, në siratul mustaqim. Kjo është në dorën e Allahut subhanahu wa taala, dhe e katëri është udhëzimi ditën e gjykimit që ka të bënë fjalë me xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Lusim Allahun xheleshanu që zemrat tona t'i godet me udhëzim, të na forcon në siratul mustaqim, dhe lusim Allahun xheleshanu të vdesim në rrugën e vërtet, në sunetin e pejgamberit alayhis salam, dhe ditën e gjykimit Allahu nëpërmjet imanit, rrugës së drejtë, të na çonte drejt vendit tonë në xhenet. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.